sot me datë 09/10/2025 në emër të popullit merr dhe publikisht kërkon gjykim. Të akuzuarit Tibran Hoxhaj, Roland Susuri, Jasmir Badallaj, Arben Vezaj, Burim Mazrejko, me shënime personale së shkresë të vendës, janë fajtorë, sepse i akuzuarit Tibran Hoxhaj ka kryer veprën penale të rrahës së rënd nga neni 173 paragrafi 1 në paragrafin 1.5 i Kodit Penal të Republikës Kosovës dhe veprën penale në bazë në kontroll posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafin 1 i Kodit Penal të Republikës Kosovës. Të akuzuarit Roland Susuri dhe Burim Mazrejko, secili veç kanë kryer veprën penale manipulim me prova nga neni 389 paragrafin 1 i Kodit Penal të Republikës Kosovës. Të akuzuarit Roland Susuri, Jasmir Badallaj, Arben Vezaj, në bashkëkryer kanë kryer veprën penale pjesëmarrë në rrahën nga neni 187 paragrafi 2, ndërsa i akuzuari Arben Vezaj veprën penale pjesëmarrë në rrahën secilët veç ju përcakton fillimisht dënimet. Ashtu që të akuzuarin Tibran Hoxhaj për veprën penale vrasje e rënd nga neni 173 paragrafi 1 i përcakton dënim me burgim në kohë zgjatje prej 23 viteve, si dhe për veprën penale mbajtje në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, dënim me burgim në kohë zgjatje prej 2 viteve. Ndërsa me pajtim me nenin 76 të Kodit Penal të Republikës Kosovës të njëjtën e gjykon me dënim unik me burgim në kohë zgjatje prej 24 viteve. Në këtë dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 03/2023 deri në plotësishmëri të këtij gjykimi. Të akuzuarit Roland Susuri për veprën penale manipulim me prova nga neni 389 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës Kosovës i përcakton dënim me burgim në kohë zgjatje prej 4 vite e 6 muaj. Për veprën penale pjesëmarrje në rrahje 1 vit e 6 muaj. Për veprën penale mbajtje në punësi ose në kontroll të paautorizuar të armëve 1 vit e 6 muaj. Në pajtim me nenin 76 të njëjtin e gjykon me 7 vite burgim. Në këtë dënim i llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim nga data 6/1/2023 deri në datën 16/8/2023. Të akuzuarin Jasmir Badallaj, gjykata i përcakton për veprën penale pjesëmarrje në rrahën nga neni 187 paragrafi 2 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës Kosovës dënim me burgim prej 6 muaj, 1 vit e 6 muaj. Për veprën penale mbajtje në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 10 muaj. Andaj, në pajtim me nenin 76 të njëjtin e gjykon me dënim unik me burgim prej 2 viteve. Në këtë dënim i llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim nga data 06/01/2023 deri në 16/8/2023. Të akuzuarin Arben Vezaj për veprën penale pjesëmarrje në rrahje nga neni 187 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPR-s, gjykata e gjykon me dënim me burgim në kohë zgjatje prej 1 viti. Në këtë dënim i llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim nga data 6/01/2023 deri në datën 16/8/2023. Të akuzuarin Burim Mazrejko për veprën penale manipulim me prova, gjykata e gjykon me dënim me burgim në kohë zgjatje prej 1 viti, ndërsa në këtë dënim i llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim nga data 3/2023 deri në datën 29/5/2023. Sot u shqiptua dënimi ndaj Tibran Hoxhës me noftën kopra dhe të tjerë. Është një aktgjykim i padrejtë, sepse duhet ditur se në këtë çështje ka pasur të involvuar edhe pjesëmarrës të tjerë që duke këtë rast unë nuk jam avokat i Tibran Hoxhës, por për të tjerë ky dënim është i jashtëm dhe ky aktgjykim duhet ta apelohet dhe besojmë që duhet të rrezohet, por është një rast i paprecedentuar në analet e drejtësisë, sepse është hera e parë që në qendrat e paraburgimit vendosen përgjime dhe në atë rast janë përgjuar vizitorët, ku pjesë e këtyre përgjimeve kanë qenë edhe disa avokat që kanë pasur kontakte me klientët e tyre. Pra, po të shikosh precedentet gjyqësore nuk ka një aktgjykim që bazohet që ndëgjimet domethënë në fazën e hetimeve të përgjohet paraburgosit në qendrat e paraburgimit ku kanë pasur vizitorë. Por ky aktgjykim dhe ky proces gjyqësor është shoqëruar me shumë shkelje esenciale, sidomos në provat të ekspertizave, sepse arma pikë së pari nuk ka qenë armë, nuk është identifikuar arma se cila ka qenë, është konstatuar nga ekspertët. Më pastaj vetë pjesëmarrësit
që të cilët kanë qenë në ditën kritike dhe është zhvilluar kjo vepër penale, aty edhe këta kanë marrë lëndime, pra stafi. Duhet të shikohet tashti ky aktgjykim të rrezohet në shumë sfera, në shumë pista, andaj ne presim që në ditën e vim me ankesat të cilën do ta pashtrojnë avokat të rrezohet ky aktgjykim dhe të dalim edhe një në rishqyrtim nga Xheva, i cili në ditën kritike në Kobra City i betmi që është personi që ka thirrë policin 3 herë. Është edhe numri i regjistruar që personi ka thirrë policin dhe vjen sot dënohet me 2 vite burgim. Kjo nuk ka kërkun absurditet i madh. Shpresojmë me ankesën në gjykatën e apelit këtë çështje ta kthejmë në rivendosje dhe në rigjykim me faktin që do t'i paraqesim. 3 herë kam thirrë policin para se me ndodhë rasti, veç më se këm pa të shtynë kamarierë me shteta shqiptarë që të njësë, edhe 7 mund këmë qenë bërë, ta shapet në denu, kjo në pa drejtë. E ku ki marrë vetë lëndim? Ku ki marrë vetë lëndim? Lëndim e ku marrë në balë, në vasë të lekë, asë, dyre të më bëtë të në të sërë.